Udo. Unë desha të them që kam një problem me termin zgjimi politik i shqiptarëve, serbëve ose grekëve, sepse me thënë të drejtën kjo është një, si thua, është një qasje me të cilën ne jemi mësuar gjatë kohës që kemi qenë në shkollë, domethënë është një përfiturim, unë po e them hapur, mitologjik i historisë popullve, që tregon që ne kemi pasur dikur një histori të artë, kohë e artë, për shembull Skënderbeut. Pastaj erdhi periudha e erët osmane ku populli ran gjumë dhe pastaj vjen një periudhë e cila merr emrin rilindje, jo rastësisht merr emrin rilindje. Me këtë rast kuptohet se ku populli zgjohet dhe rifiton një vetdije që e ka pasur dikur dhe që është humbur. Ky është një përfiturim, si thua, është një trajtim esencialist i historisë së një populli. Do të thotë që e përfiton popullin që ka një esencë identitare dhe të gjithë ata që flisnin shqip ose që, le të themi, gjeografikisht ndodheshin në tokat e banuara nga shqiptarët, kishin një vetdije, pavarësisht nga feja, pavarësisht nga krahinat, pavarësisht nga lokalitetet, gjë që është shumë e ndryshme. Dhe nga kjo ne pastaj mendojmë sikur erdhi pastaj rilindja kombëtare, domethënë rilindësit dhe këta vetëm e zgjuan popullin, do të thotë që veprimi i tyre vinte si rrjedhoj e një identiteti të përbashkët. Puna është se historia është pak më e ndryshme. Nacionalizmi është një vepër e elitave. Do të thotë që fillon dhe artikulohet ideja e kombit shqiptar në mendjet e disa njerëzve të ndriçuar, të iluminuar, të arsimuar, të cilët përpiqen, sigurisht në varësi të shumë kurseve dhe të faktorëve, përpiqen që këtë ide ta përhapin në popull, duke pasur parasysh që populli nuk ka asnjë lidhje me idenë kombëtare. Pse? Sepse flasim për shekullit 18 dhe 19. Ne zakonisht jemi mësuar nga pozitat e shekullit të 21 tani, ose të shekullit të 20, pasi kemi jetuar eksperiencën e shtetit komb, pasi kemi mësuar që shqiptarët janë një në histori, pasi ne kemi tashmë një gjuhë të standardizuar, jemi mësuar të shikojmë një identitet kombëtar. Ne tash këtë gjendje, këtë përfiturim përpiqemi ta transportojmë në shekullin 18 dhe 19. Gjërat janë shumë të ndryshme. Ismail Qemal Vlora, Bej Vlora, që është babai i, le të themi, i pavarësisë së Shqipërisë, ai ka lënë kujtimet e tija. Del pyetja, pse këto kujtimet e tija janë botuar shumë vonë? Domethënë, nuk janë përkthyer. Ai ka lënë anglisht. Nuk janë përkthyer as gjatë kohës së Zogut, as gjatë kohës së komunizmit. Sepse në 80%, 90% të kujtimeve ai flet si shtetar osman. Domethënë, identiteti i tij është osman. Dhe vetëm në fund fare ai flet për Shqipërinë. Me këtë duhet të them që sepse atëherë ishte një kohë kur ishte fare normale që një njeri të ndjehej osman, ama të ndjente që ka dhe një preardhje nga Vlora në këtë rast, të cilën e konsideronte si pjesë krahin të perandorisë. Është njësoj sikur unë sot kam origjinën nga Gjirokastra, e quam edhe Gjirokastrit, edhe Tiranës, po ama quam edhe shqiptar.